i akuzuar Esrem Abdullahu me shënime personale si në procedurë të këtij shurtimi fillestar është fajtor. Sepse në datën 3 qershor 2026, rreth orës 13:10, i akuzuar Esrem Abdullahu përmes rrjetit social Facebook me qëllim të shkaktimit të frikësimit dhe ankthit, seriozisht e kishte kanosur të dëmtuarin Hysni Kucati në atë mënyrë që në fanpage të rrjetit social Facebook me emrin Diasporën e Krye ishte postuar një foto e të dëmtuarit me mbishkrimin Prokuroria heton Hysni Kucatin mori rrugë për 19 vite si sekretar shkolle pa shkuar në punë. Ku më pastaj akuzuari përmes rrjetit social personal të tij Facebook me emrin Esrem Abdullahu kishte shkruar komente me fjalët "Këtë derë duhet pushkatuar". Mes rast te i dëmtuari Hysni Kucati ka shkaktuar frikë, ankth dhe pasiguri për jetën e tij. Me këtë ka kryer vepër penale kanosje të parashikuar nga 181 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Gjykata në vështrimin të nejt 4/7/17/42 gjatë dhe ne 181 par 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, se dhe ne në 359, 360, 364, 449 par 2.6 lidhur me par 3 dhe 462 par 2 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës të akuzuarit Esrem Abdullahu i shqitën dënim me burg kozgjallë prej 4 muaj, të cilin do të huaj 15 ditë pas plot fuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Këtyre të akuzuarit që në emër poshtë gjyqësor të paguajshëm për 50 euro, këtë në afat për 15 ditë nga dita e plot fuqishmërisë së këtij aktgjykimi e nën kanosjen për barimet me dhomë. Poshtë detyrohet të akuzuarit që për programin për kompenzimin e viktimave të krimit të paguajë taksën e shumë për 20 euro në afat për 15 ditë nga dita e plot fuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kanosjen për barimet me dhomë.